Pyetje tjetër thot këtë ditë e Dhulhijhes, a I ka agjëru Muhamedi alayhis salam këto 9 rend, asi është puna do isha ta di. Po. Është edhe kjo çështje në vete që disa dietar nuk e kanë pa të rrugës me agjëru këtë ditë pas ditës së Arafatit. Sepse thonë që pejgamberi alayhis salam nuk I ka agjëru duke u nis nga një transmetim prej Aishës radhiyallahu anha, e cila lën me kuptu që nuk ka agjëru vazhdimisht këtë ditë. Mirë po, dietarët thonë se pejgamberi alayhis salam disa punë sunet që kanë qenë I kalon nga frika se mos po I bëhen farz umejt. Na e dim para vjen 6-7 ditë e ka fal me shokët e vet. Ai imam shokët për mbrapa. Mirë po, ditën e 6 ose të 7 nuk I ka dalë më. Edhe sahabët janë fal veçave. E thot pejgamberi alayhis salam kisha frikë se mos po bëhen farz. Se halojnë të zbrit dispozitat në këtë kohë, edhe një vepër e cila ka qenë nafile, sunet, mundet më ju bë farz. E pejgamberi alayhis salam nuk po don me qenë ai shkaktar që më javë vështirësu umetit vet. E thënë dietar që edhe këtu ka mundësi që pejgamberi alayhis salam nëse nuk I ka agjëru vazhdimisht këtë ditë, nuk I ka agjëru se mos po bëhen farz nga frika. E tash pse u banën farz? Sepse pejgamberi alayhis salam I ka agjëru rregullisht edhe u banën farz. Edhe pse ka transmetime tjera që ka agjëru pejgamberi alayhis salam edhe jashtë ditës së Arafatit këtë ditë. Mirë po shumica dërmuese dietarë, por nëse më thon krejt, thonë që është sunet të gjitha këto jo 10-tat, po 9 më agjëru, se e 10-ta është dita e Bajramit që është haram më agjëru. Dita e Bajramit s'agjërohet. Mirë po kompletohet në vlerë, sepse është ditë e vlerës, se ditën e Bajramit falet Bajrami, ditën e Bajramit hiqet ihramit I haxhive, bëhet tavafi, ditën e Bajramit prehet kurbani, edhe bëhet dhikri Allahut, madhrimi Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. E kompletohet në vlerë, ama për ndryshe në dispozitën e agjërimit, dita e Bajramit kurbanit është mbetet jashtë, mbeten për agjërim vetëm këto 9 ditë. Kështu që të gjithë dietarët pothuajse është e preferuar që më agjëru këtë ditë. Edhe nëse agjëron të plota, prej ditës parë deri në të 9-ën, absolutisht leje që s'ka bërë diçka të keqe, por përkundrazi